Bibliografia e veprës së Mitat Frashërit, vëllimi 11 i Kolanës, vepra e zgjedhur e Mitat Frashërit, përmbyll një nga nismat më të rëndësishme të Institutit të Studimeve Historike, Lum Moskondo, i cili me këtë vëllim sjell tashmë të plot për lexuesin veprën e Mitat Frashërit. Në veprën e 11 bibliografie, ai ka bërë trajtimin e plot, një analizë kritike dhe njohëse të gjithë autorëve dhe botimeve të tyre shqiptar apo të huaj, për të njohur me shqiptarët dhe me Shqipërinë. Është një nga autorët më të shquar të bibliografisë shqiptare, ose bibliografi më i madh shqiptar dhe një ndër bibliografët më të mëdhenj të Evropës. Vetë fakti që ai ka bërë një studim shtim mbi radhonjt e Emile Legrandit, 725 vepra ai ka katalogjizuar ai, Mitati ka shkruar dhe 100 vepra të tjera që ai si njifte, si kishte botuar nga autorët shqiptar dhe të huaj. Me këtë botim, mbyllet një punë shumë vjeçare e ulumtimesh, për zgjedhjesh dhe redaktimesh, që ka pasur si synim të sjellë për publikun figurën e plotë të Mitat Frashërit, shkrimtarit, studiuesit, diplomatit dhe ideologu të rilindjes kombëtare. Kjo vepër ndihmon shumë, jo vetëm në njohjen e veprës Mitat Frashërit për lexues shqiptar, por edhe njohjen e gjithë veprave të botuara për Shqipërinë dhe shqiptarët, nga autorë shqiptar dhe të huaj. Sipas Butkës, ky vëllim i fundit përbën kurorëzimin e Kolanës, duke përfshirë materiale të rralla, dokumente arkivore, letra, ese dhe reflektime që hedhin dritë mbi mendimin politik dhe kulturor të autorit. Ky botim vlen më shumë, sidomos ose në radhë të parë për studiuesit, për të njohur se cilat botime janë botuar në tërë historinë e literaturës shqiptare dhe të huaj për Shqipërinë. Gjë që ka shumë mungesa dhe nuk i njohin. Për shembull, Weiganti, që është një autor i shquar gjerman, ka botuar, ka përkthyer veprën e Fishtës, një vepër madhore. Dhe historianët dhe studiuesit tanë nuk e dinë këtë gjë, Mitat Frashi e ka analizuar plotësisht. Veprat për Skënderbeun, veprat për autorët e vjetër shqiptar, veprat për bashkëkohësit e tij me radhë. Tani, radhë të dytë për studentët, për të njohur pikërisht botimet shqiptare, po jo vetëm për t'i njohur si formë, po edhe në përmbajtje, sepse ai bën analizën e gjitha këtyre veprave, bën një kritik të dobishme, bën një analizë të plotë, po edhe një kritik ndaj atyre që kanë shtrembruar historinë. Përgjatë kësaj bibliografie, spikat pasuria e subjekteve të trajtuara shkencërisht nga Mitat Frashëri, tematika e gjerë, që nga politika, historia, diplomacia, letërsia, albanologjia dhe arsimi, kultura, shkencat e natyrës dhe ato sociale, udhëpërshkrimet, kujtimet, arkivistika, bibliografia, deri te gatimet shtëpiake, doket e zakonet, letërkëmbimi e të tjerë, janë dëshmie e asaj që vëzhgoi, analizoi dhe krijoi Mitat Frashëri, duke përfshirë treguesit tematik, gjeografik, të personave, si dhe librave dhe organeve të shtypit të analizuara dhe prezantuara, llogariten 1332 subjekte, të cilët u bën objekt i asaj vepre madhore që la Mitat Frashëri në trashëgiminë e shkruar. Në të gjithë historinë e qytetit, thuaj se nuk ishte shënuar asgjë e madhe, asnjë ngjarje që të tërhiqte vëmendjen e njerëzve nga anët e tjera të vendit apo të botës, fest apo diçka tjetër. Edhe luftrat botërore kishin kaluar pa lënë gjurmë, as pak si ngjarje të jetuara, por si historia agojdhëna të treguara, të ndodhura diku gjetk. Përgjatë tyre, asnjëra prej familjeve nuk mundi që të nxirrte një hero, një prijes apo luftëtar, statujën apo përmendoren e të cilit do ta vendosnin në sheshin kryesor apo edhe në ndonjë park, ashtu siç ndodhte rëndom në qytetet e tjera. Ky është një fragment nga romani Njeriu që shkruante në Vareza, i autorit Kliton Nesturi, botuar së fundmi nga shtëpia botuese M&B. Njeriu që shkruante në Vareza ka filluar si tregim, është shkruar në 1991 dhe prej atëre e kam lënë. E mora 5 vitet e fundit pastaj. Ka pasur gjithmonë iden për ta bërë roman. Nesturi shpjegon se në qendër të romanit, i cili ka të bëjë me jetën e një qyteti, është një personazh i cili shkruan në Vareza. I shkëputur totalisht nga jeta e qytetit, por që në vetvete pa bërë asgjë, gërvish jetën e qytetit. Dhe këtu dalin shumë
linja shumë personazhe të cilët shpalosin jetën e tyre. Është një roman i zhanrit mister dhe besoj se në aspektin tim letrar sjell një pikuri më të madhe artistike. Sa i përket stilit, unë të vazhdoj të mbetem në të njëjtin stil. Ai vëren se në fakt nuk është ky njeri që merret me jetën e qytetit, por është qyteti që merret me të, dhe ardhja e këtij personazhi nxjerr në pa shumë ngjarje që lidhen me jetën e qytetit. Pra ai bëhet si një pikë orientimi, ndërkohë që bëhet edhe si një pikë sulmi. Të gjithë na ka ndodhur që kur shkojmë në një qytet, sidomos të vogël, na shohin me kurreshtje, veprimet tona ne të paktën na duket që i shohin me kurreshtje, domethënë ne në farë mënyre ne gërritsim jetën. Gërvishtim jetën e një qyteti të vogël apo një vendi të vogël. Dhe mendoj se ardhja e këtij njeriu është një ngjarje dhe ky njeri kthehet në një hero në një qytet ku deri në atë moment nuk kishte ndodhur asgjë e madhe. Libri i 11 e autorit dhe romani i tretë i tij është nisur fillimisht si tregim në vitin 1991, ndërsa ka marrë formën e plot, duke u pasuruar me ngjarje dhe personazhe. Belinda Alexandra, një nga shkrimtarët australiane më në zë sot, e botuar në të gjithë botën, sjell për lexuesit shqiptar një libër kryevepra. Vërtet është një libër kryevepër, i përkthyer mrekullisht nga Elona Qose, e cila na ka sjell sfondin e luftës së dytë botërore në Paris, në Nice dhe në Australi. Ngjarjet zhvillohen në dy kohë, gjatë luftës së dytë botërore dhe pas luftës së dytë botërore. Një histori e mrekullueshme e cila ka baza historike, një thriller i cili na lë pa fjalë në gjithë rrëfimin e kësaj shkrimtareje, dashuria, tradhëtit, gjithë mundësitë për të shpëtuar nga lufta zhvillohen në një sfond historik i cili ka lënë gjurmë në gjithë botën. Paris 1946, një vajzë e re, Eva Archer, që është rritur jetime, ka ardhur në Paris nga Australia për të gjetur baban që nuk e ka njohur kurrë. Bethas ajo gjendet në një situatë të ndërlikuar. Eva vjet në lëvizje për të provuar pafajësinë e tij. Serge Laverty, që është një nga koleksionistët dhe galeristët e famshëm të artit në Paris dhe në Nice, është arrestuar dhe akuzohet se i ka shitur gjatë luftës një pikturë të famshme e Hitlerit dhe ka vrarë pronarët e saj. Por a janë të vërteta akuzat e ngritura, apo ai gjendet brenda një kurthi të mirë organizuar? Ky libër na sjell sfondin e atyre viteve, por na bën të kuptojmë që dashuritë dhe tradhtit, mënyrat e se si ne duhet t'ia dalim edhe në kohë të vështira, varen brenda çdo njërit nga ne. Njeriu në të gjithë qenien e tij ka dëshirë që t'jetoj edhe në kohët më të pamundura. Sigurisht, ky është një libër i cili përveç sfondit historik, na sjell një mënyrë rrëfimi aq ekselente sa ne ndonjëherë mendojmë që këto dy personazhe janë dy personazhe femra. Eva, që don të njihet me teatrin e saj që kur nuk e ka njohur pas luftës, dhe ai është një galerist tashmë i burgosur pas luftës për arsye sepse të gjithë mendonin që ai kishte shitur piktura njerëzve të Hitlerit, në fakt nuk ishte kështu, dhe që kjo pafajësi e këtij galeristi të merej duhet patjetër të fliste Victoria Christine, po kush ishte ajo dhe çfarë i kishte ndodhur asaj gjatë luftës. Pikërisht, këto janë disa dilema të bukura që besoj do të kënaqin çdo njëri nga ju që do ta ketë në dorë kryeveprën. Kryevepra është një rrëfim epik magjepsës dhe një thriller i rrallë historik. Belinda Alexandra, autore e 12 romaneve të botuara në gjuhë të ndryshme në mbar botën, është një nga shkrimtarët bashkëkohore më të famshme dhe jeton në Sydney, Australi. Përshëndetje. Sot në Melodinë e Vargut vjen poezia e një zonje të nderuar dhe fisnike, Adelina Mamaçi. Shumë kush e njeh si një ndër ikonat e letërsisë për fëmijë, por Adelina Mamaçi është dhe poetja e parë e poezisë shqipe. Publikoi më 1963 përmbledhjen poetike Ëndra Vashërie. Ka
Ka punuar si redaktore në shtëpinë botuese Naim Prashri, në lidhjen e shkrimtarëve, në revistën Nëntori e në shumë revista të tjera. Ka qenë kryetare e shoqatës mbar shqiptare të letërsisë për fëmijë të rinj, antare kolegjumi në shtypin letrar, antare e bordit të teatrit të Kukullave, redaktore dhe antare e juris shumë vite me radhë e Festivalit Kombëtar të Shkodrës. Ka shkruar shumë pjesë teatrale, tablo muzikore dhe tekste këngësh me kompozitorët më të njohur. Në letërsim për fëmijë ka lëvruar të gjitha zhanret dhe në të gjitha ato është vlerësuar me çmime të para. Librat e saj janë botuar e ribotuar në disa gjuhë. Por unë sot kam kënaqësinë të lexoj disa poezi të saj. E para ajo me titull Shqipëri, shkruar në vitin 1996. Shqipëri, një zgjua që gumëzhin, një zallahi pa fund, një gjysmë vdekur që e heqin zvar. Rrugët plot lucë, plot plera e gropa, qenë të gjymtuar të vrarë. Zemra të ndara të sopa. Shqipëri, plagë që therë për te i shpirtit, dhimbja, ka i cila ndjen se po jeton. Legjend uji, legjend drita, legjend e kontrasteve katastrofika. Shqipëri, sy fëmiror, kundrin loti i shpresës. Zotër të rinj, jepini foshnjës të drejtën e jetës. Poezia e dytë me titull Gjaketa. Në portmanto e varur ish gjaketa. Si krahërori yt më duk se ish. Dhe let kryet mbështetat e mënga e saj. Si dikur, sërish. Larg në ethirin e së largëtës ndjenj, si zok, si vllad u zhduka fluturim, dhe la shpenk një fije floku gështenj, e pak arom nga parfumi im. Parfumin tim do të arëmbejera, ti flokun tim e furç do të fshish. Këtë kujtim të fshet ndonjëherë, a do ta dish i dashur? Po pse ta dish? Ku të dgjej tani është një tjetër poezi e bukur që i shkruan mallit. Sa fort u deshëm, ku të gjej tani? Kam mall për mallin e dashurisë sata. Sa shpesh u grindëm, ku të gjej tani? Kam mall për dimrin e zemrimit tënd. Sa qem të lumtur, ku të gjej tani? Kam mall për qiellin e lumturisë son. Sa vite bashk, ku të gjej tani? Nga përjetësia ktheu, vetëm një çast. Dhe të tjera vargje të mrekullueshme malli janë ato kushtuar të atit. Shkuan vitet e gjatë. Eci në rrugën e shtëpisë prindërore, mbi gjurmët që kalon i mat. Shoh një gjysh me nipat për dorë. Si kur shikoj timat. Pi filxhanin e kafes në mëgjes, si që pija me timat. Dëgjoj këngën, hapi sytë e zes, e këndon të bukur i mat. Shkuan vite e vite të gjatë, por s'ka shkuar i mat. Me vargjet e mrekullueshme të poetës së parë ndajemi këtë të diel, me rupafshëm.